direkt edhe me Elton Tozaj, kolegun ton gazetar nga Shqipëria. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Gonxhe, mirëmëngjesi. Në cilin cep të botës apo të Shqipërisë ndodhesh? Jo, sot jam në Tiranë. Në Tiranë. Ke bloki? Aty afër. Aty afër. A shumë nxehtë? Me thënë të drejtën për momentin, jo, kështu që shfrytëzova rastin që ta bëj jashtë. Dhe bukur mirë ke bën, na ka marrë malli me pa Tiranën. Nëse më men kur e kom pa, më mungon Tirana. Po turp të vi, duhet kisha ardhur, Gonxhe, kemi kaq herë që po e themi. Turp të vi dhe ty, kur erdhe në Prishtinë herën e fundit? Kur ishte ka një muaj, pa. Edhe se ka në studio. Me këshyrë kështo, me siguri daljen ja 3-4 muaj, po okej. Thot një. Jo, një. Ke qenë Prishtinë dhe si alë me na vizitu në Klan Kosova. Ka qenë vikend. Se mos më ftuat juve mua. Se kemi ditë, na ka ik neve, kështu që gabim jonë. Mirë, do flasim për showbiz, do flasim sigurisht për Juliana. Juliana Nura. Gjuli ka qenë tem gjithandej në media, në portale, në studio, debate, gjithandej. Kjo krejt për shkak të një gjës, ndoshta që s'ka pas nevojë më bëj çka që e madhe, çka që big, por prap ka hyrë gojën e krejtëve. Është shumë e vërtet, në fakt, dje ka dalë dhe epizoda e shumë normale, që ka bo Gjuli, ka bo dhe shumë nëna të tjera, madje kemi cekë në studio që shumë fëmijë, si kurse Gjuli se që është duke e bartur një fëmijë në barkun e saj, tani ma ata janë fakultet, janë bo gati më bo dhe prindër. Dhe ne ende po merremi me këtë temë. Ajo dje ka publiku epizodin e parë të serialit të saj dhe në fakt ndër të tjera për herë të parë, për herë të parë nëse nuk gaboj, është nana e Gjulit e cila flet pashtu në këtë video, pra ju të regon se sa entuziaste është ka me u bo gjyshe. Përveç kësaj, dhe më thonë, brenda videos ka emocionet të ndryshme, po që ka marrë shumë vëmendin në rjetë, kanë qenë dy gjana, e para që ndër të tjera Gjuli paka shumë e jep një farë le themi hinti, një farë loj njolle, kushtimesh për thëmë, se kush mundet me qenë potencialisht dhurusi. Ajo e konfirmën që është njëri që e nje dhe është një njëri shqiptar. Pra dhurusi i procesi, pra kushdo që është babaj le themi teknik ose biologjik i këtyre fëmijëve, është person i njohur për Gjulin dhe është shqiptar. Për neve? Për neve nuk e di, në fakt po kurioziteti në rrjet ka qenë shumë i madh me ditë nëse është Republike, nëse nuk është, nëse është shok i Gjulit, ose nëse Gjuli se ka taku kur thjesht e ka njohur përmes këtij procesi ose diçka tjetër, ka shumë pikë pyetje, po Gjuli më shumë është fokusuar në video për sfidat e veta dhe ndër të tjera ajo çon disa në video se thotë, unë frikën më të madhe kam, çka nëse më ndodh diçka gjatë lindjes, larg qoftë, thotë kush ka më kujdes për këta fëmijë. Sepse janë dy, pra. Sepse janë me shumë gjas janë dy. Me qenë se po referohet në shumë. Edhe imagjinojet, më thonë, brenda videos, është për ndryshe në YouTube se më njerë ka marrë dhe, më njerë ka rritë qindra mira shikime, me pa tjetër se ka vëmendjen, aty kër e bëni baby gender reveal, pra kur dihet gjinia e foshnjës ose foshnjave, e bujnë bardhe dhe zë, për me lanë për epizodin e ardhshme. Pra brenda videos, ende nuk ka konfirmim. Që shoktof vetë të gjinia. I këshyri dhe në fund ma qëtë bardhe zë. Nuk di pse më intereson mu kjo, por nejse, ka njerë kështu që ka së t'intereson me po edhe në TikTok. Altane, ke komentu shtazënin e Gjulit, mënyrën se si ajo ka vendosur të bëhet nënë e vetme? Për mua është një nga mesazhet më të bukura që një femër mund t'japi. Sill është një jetë, një fëmijë në vetvete është një nga mesazhet më të bukura. Sill është një jetë është akoma dhe më e bukur. Mënyra se si e sjell është totalisht zgjedhje private, personale e një njeriu sado publik të jetë ai. Nuk ka rëndësi. Kemi personazhe publik që kanë adoptuar fëmijë. Kemi personazhe publik që nuk kanë pasur dëshirë të kenë një partner edhe në përbot. Pse ka shumë buj? Ja, një sekond. Po nuk e di pra, nuk e di. Nuk e di se kjo gjë ka vite. Domethënë, këto që kanë fekondimet artificiale, in vitro, të tjerë. Në Shqipëri ka vite që po funksionojnë, ke plot çifte që nuk kanë mundësi të bëjnë fëmijë dhe kanë arritur që ta bëjnë fëmijë me këtë mënyrë, me këtë metodë. Ke vajza patjetër që kanë dashur të kenë një fëmijë, por jo një partner. Nuk ka asnjë gjë të keqe, më është zgjedhja e saj personale.
Nuk e kuptoj se pse duhet të bëhet kaq e madhe pse Gjuli ka zgjedhur. Po, unë do të isha dakord që ajo të mos ta nxirrte partnerin, sepse në tilla raste duhet të jetë anonim, absolutisht. Dhe nuk duhet ta di, sepse nesër pas nesër ai mund të ketë pretendime për fëmijën ose fëmia mund të ketë pretendime për prindin. Nëpër botë të paktën kështu ndodh. Derisa fëmia të bëhet 18 vjeç, ti nuk ke drejt që ta thuash. Më pas ai ai ose ajo ka drejt që ta di. Po. Nëse don apo s'don. Do të shtoja vetëm diçka. Mënyra se si Gjuli ka zgjedhur për të ndetur në treg, për mua është fantastike. Ka zgjedhur të bëjë një lloj seriali të tipit Keep Up with the Kardashians, e cila kam përshtypjen do të publikojë të tërë ecurinë e shtatzanisë së saj derisa të lindin fëmijët. Një lloj Big Brother i në vetvete që ka për të qenë i ndjekur se siç e dim shqiptarët në përgjithësi vdesin të rinë mbas vrimës së Chelsea. Po kjo pak i ka irrituar edhe shikuesit, ndoshta pse po e përdor. Ata që irritohen më shumë, atëherë kjo puna e këtyre të irritimit është si puna atyre të homofobëve. Homofobët më të mëdhenj janë ata që kryejnë marrëdhënie seksuale me homoseksual, ndërkohë që këta që shajnë më shumë Gjulin janë ata që e shikojnë më shumë Gjulin. Domethënë, është një gjë që ndodh rëndom, sa më shumë të shajnë, aq më shumë ti po shikohesh. Nëse ti nuk e pëlqen, mos e shiko. Zgjidhe, mos jep qindra mijëra klikimet ti në atë YouTube. Fiks. Sepse po bësh bashkë udhëtar i gjithasaj. Po rëndësishme është nëse dikush nuk ka ditë, nëse dikush nuk ka ditë çka është ai vjefi dhe çka është mbetës shtatzën me donues, se e kanë kuptuar edhe ata, edhe pse ai çdosh që shoqëria jonë të dinte këto, por ja që vjet Gjulja dhe dikush dhe i mëson. Jo, shoqëria në Kosovë, mos kujtoni se ky mund të jetë rasti i parë. Ky mund të jetë rasti i parë. Unë e thash. Çifte, qifte apo gra që kanë zgjedhur, jo unë, siç njihni dhe ju Gonxha, jo dhe unë, që kanë zgjedhur të kenë fëmijë pa partner, duke përdorur këtë metodë. Dhe jo vetëm një, por edhe më shumë fëmijë. Po dhe fytyra publike në fakt që se kanë bërë kur publike një diçka të unë, jo. Kemi pasur në emision këtu nëna, po. Të cilat kanë treguar përvojën e tyre. Pikërisht. Unë një personazh publik në Kosovë që ka fëmijë me këtë metodë dhe ka kohë. Shumë mirë. Shumë bukur. Shpresojmë që gjitha ato gra që dojnë më bo nana në një mënyrë apo tjetër të zgjedhin mënyrën se si ato dëshirojnë për të arritur që thojnë epitetin më të bukur, emrin më të bukur, më të lumtur. Unë i kam edhe 2 ekskluzive me lejen tuaj. Se më duket unë me pas ekskluzive para Altonit zi që ndodhë, për sot kështu pas ka qenë fati. Unë po të respektoj se jam në shtëpinë tënde. Okej. Për ndryshe, e di që kemi komentuar dje shkurtimisht Leila dhe Leo, edhe unë patjetër që më ka interesuar me diskutu edhe me pyet direkt Leilën çka dhe qysh. Ajo më ka kthy një përgjigje ku thotë që sot në fakt e ka ditëlindjen, me çfarë patjetër ja urojmë, dhe thotë që ka me festuar me familje dhe nuk ka diçka duke ndodhur me Leon. Ne kemi edhe një screenshot, nëse mundi me pasi përgjigje së saj, me çfarë edhe i shuan le të themi lajmet që mundet me qenë bashkë me Leon. Kurse ekskluziviteti i dytë që të ta gëzoj Elton, jam i bindën, po kjo është një shot për cilën plas. Ekskluziviteti i dytë për cilin besoj që ka me u gëzu shumë Eltoni është që 2 banorë të Bigut po vinë me këngë, po ta smujta me e kuptu nëse kënga është bashkëpunim apo jo ndamas. Pra fjala është edhe lëndrimi, edhe kushtrimi janë të përgatit diçka gjatë kësaj vere, projektet e tyne. Na kena pas suksesin e të dëve në fakt, si të lëndrimit me album, si të kushtimit, ama diçka ka shëmilu që zgudzo Hala me pyta Aurore dhe e di që mas neve ka me kush, shpresoj që s'ma meri nati, po thojsha, a gjelëzon Aurora nëse merë në videoklip kushtrimit që i ka tjera? Po i shkon një vajsit në klipin e kushtimit, sepse veç e pash diçka disa videot e labi. A thua gjelëzon? Nuk menoj që është normale me gjelëzu. Pak nështë mund nështë me reagu, se e kërëtoan dikon reagan, por jo, gjelëzia në këtë ras është e tepër, së dhe mos kur ka të bëjmë e profesionin, është e pa vend. Me që jemi të klajmet ekskluzive, dhe Agoni e patin qik problem këtë, dhe me që e vazhdoj me këngë, atëre po e vazhdoj dhe unë me muzikën. Hajdem. Në shtator ose tetor, Flori Mumajesi publikon albumin e ri. Ky është një lajm ekskluziv që e jap Enkas për juve në Kosovë. Faleminderit shumë. Na përgëzojmë edhe për eksklusivitetin, ma shumë përgëzojmë që po na rikthehet Flori Mumajesi. Faleminderit shumë për ndryshe. Ka detajet të tjera? Detajet të tjera ka një vit e ca që po punohet për këtë, ka rikthim, ka ripërpunim të këngëve, ka rivazhdim të këngëve, siç është kënga Hëna me Ylli Dimanin, apo Jeta me Elvana Gjatën. Që ketë një rikëthim me Elvana Gjatën, Flori Mumajesi?
është diskutuar prej kohësh kjo gjë dhe po. Rikthim muzikor po flasim? Po, rikthim muzikor, pa tjetër. Dëgjoj, rikthimi i Flori Mumajesit ka për të qenë rikthimi më i madh i mundshëm ndonjëherë. Është një lloj si të rikthehet Michael Jackson në thojza në botën e muzikës botërore. Në muzikën shqiptare ne kemi Flori Mumajesin, yllin e popit shqiptar. Dhe realisht rikthimi i tij pas kaq vitesh dhe pas kaq kohësh që po punohet, realisht që po punohet. Dhe po punohet shumë fort. Unë dje pata fatin të flas me një nga djemë që menaxhon faqen e Three Dotsave, e cila po vazhdon dhe po punohet të Under Construction dhe po vazhdon që të përpunojnë disa detaje që do jenë ekskluzive dhe ato që do dalin në shtator. Unë shpresoj shumë për koncertin në stadium jo Kanye West, që janë pak 65.000 vende. Po kam përshtypjen do duhet mbi 100.000 vende stadium. Duhet një Wembley në Tiranë për të pasur dhe për të mbajtur dashamirësit e muzikës së Florit. Apo na pret edhe mua e Gonxhës. S'na pret e Kra hapur më? Na pret Tirana. Kra hapur më. A mund të ketë një rikthim muzikor edhe me Soni Malja? E mos harrojmë një prej këngëve më të bukura të tyre është Fluturimi 347. Po do Eltoni, nuk kam asnjë lloj, nuk dua të komentoj fare sepse nuk më lë bodyguardi i Soni Malja që të flas për këto gjëra. M'fal. A nuk e sqaruta? Heq me Sonin, a? Ndjes, por shpresim një rikthim. Shpresojmë që po. Edhe të kësaj këngë sepse do të ishte fantastike. Ndoshta popularitetin, dashnin më të madhe e kanë arritur kulmin në atë moment me këtë bashkëpunim, kështu që do të donim. E kom përshtypjen që edhe personazhi i radhës ka më nervozu pa shumë Eltonin. Se këtë pyetje kështë ja bo Eltonit, atë ka marrë malli për Alba Pollozhanin. E të mërshme. Pse? Qysh e sheh Alba Pollozhanin si moderatore të Big Brother VIP Kosova? Çfarë? Po. Moderatore. Në qoftë se Olca Muhameti ka vendosur përfundimisht që ta falimentoj Big Brotherin, pastaj okej. Kjo është zgjidhja më e mirë që mund të ketë gjetur, që të marrë Alba Pollozhanin. Po unë kam një pyetje, do ta marri të veshur apo të zhveshur? Zgjedhje e saj. Elton, sepse pastaj janë disa deklarata që nuk dua të veshur apo të zhveshur, sepse ka dalë nga Big Brother duke deklaruar që do vishet si motër muslimane. Aha, okej, e ke fjalën për mbulesë. Po, sepse pastaj po krijohen disa deklarata në... Heq pa pas gjë, po krijojnë. Po krijohet shumë çka dhe nuk po du me na keq kuptua askush asnjë. Ama përdyshe veç me sqaru, që Alba, këto në fakt, ajo e ka postu dje në rrjetin e saj social në Instagram dhe thotë çfarë biznesi mu më shkon, edhe dikush që ka dhënë prezantuese të Bigut, edhe ajo thotë që po të ishte prezantuese e Bigut, në një moment kishte nisur banore. Agon të garantoj që ajo që ja ke sugjeruar duke qenë vetja e saj duke i bërë gjas me një pyetje vetes. Alba është shumë e ndjekun. Dorën zemër ka qenë një për personazhe më të komentume të këtij edicioni. Pa dyshim ka qenë. Ishte tronditja për Alba Pollozhanin sa edhe telefoni ra. Përndryshe, Alba ka qenë e jashtëzakonshme në lojën e saj. E vërtet, absolutisht po. Ka qenë shumë në fakt... Na ka bu nervoz gjithve, po dorën zemër... Edhe na ka mungu gjithve kur ka dalë nga shtëpia. Unë e kom prish shumë aktive mas Big Brother, sepse ka qenë një prej banorëve, po them, që ka pas jashtëzakonisht shumë vëmendje mediatike, vëmendje brenda formatit, vëmendje prej banorëve, edhe nëse s'ka pas vëmendje, ajo e ka gjetë mënyrën me marrë vëmendje. Aktivitetin e Alba Pollozhanit, realisht, refuzoj që ta dëgjoj se... Po për Dolçen? Nuk e di, domethënë. Dolçen është... Jo, pse? Jo. Dolçen në fakt... Dashuri më vete, edhe është një nga njerëzit e vetëm që siç ka hyrë në Big Brother, ashtu ka dalë, nuk ka gënjur për asnjë gjë, nuk tha do vë shami, nuk tha që kam shpikur rrotën, nuk tha që jam doktore shkencash, nuk tha që shikoj gjithë ditën duke lexuar libra, po, edhe duke parë Discovery Channel. Asnjë gjë nga këto s'ka thënë Dolçe. Dolçe ka thënë, jam një vajzë e bukur, që punoj me bukurin time, shijoj jetën time, udhtoj sa të ke mundësi, fitoj aty ku ka mundësi, as jam modele, as aktore, as moderatore, as një gjë s'ta Dolçe. Dolçe për mua është heqje kapele. Dhe ama kur jemi të Dolça, dje në Instagramin e saj ka bë këtë postim, që ka lënë shumë nënkuptuese me njerë mediat dhe ndjekës të saj fillun me aludu se çka është. Ajo të më thonë ka hap një kanal saj ku thotë që për të qenë pjesë dhe për të pa për mbajtje ekskluzive, duhet me hyj brenda saj. Tash, në një mund me qenë hakim. Në një mund me qenë që ju ka hakur rrjetin social.
Në momentin që ty të monetizohet Instagrami, si që kam dhe unë të monetizuar, ti ke të drejtën e shpërndarjes së linkut të subscribe-it. Fatmirësisht unë për shembull kam 15 subscribers që hedh materiale ekskluzive nga intervistat e mia apo lajme që janë Pra nuk ka të bëjë me përmbajtje eksplicite OnlyFans ose diçka tjetër, se në disa media u aludu për këtë çështje. Unë sa po e pash, e vrejta që s'ka të bëj. është ignorancë e njerëzve ose dashakësi e njerëzve për ta bërë këtë gjë dhe për ta thënë që është OnlyFans. Apo jo mi binu për diçka. OnlyFansit është bërë kaq. Jo mi binu për diçka që Dolçës absolutisht nuk i intereson çka mendojnë njerëzit tjerë. Unë e njëri që është marrë rahat me veten, se ajo, a urën që e ka, a urën që e reflekton, bravo i qoftë. Po, Absolutisht. bravo i qoftë, sepse na jep shembull gjithve që t'jemi okej me veten tonë, që çdo që jemi ne, nuk jemi krejt si Dolçe apo si Alba apo të tjerët. Jemi gjithë vetja, kështu që t'jetojmë qetë me veten tonë. Elton, çdo është nësi dhe të faleminderit shumë që ke qenë së bashku me ne. Faleminderit juve. Ju përqafoj, ju dua dhe ju puth fort. Edhe ne të përqafojmë, të dojmë dhe të puthim fort. Po. Pse jo, edhe të puthim Edhe të përqafoj. Edhe të përqafojmë. Ju përqafoj. Edhe në përqafoj dhe të dua shumë Gonxhe. Poq, nuk po ja bojmë tungë shikuesve, sepse vjen vetëm pas pak qastësh Aurora për të na treguar se çfarë moti po më zotron në vend.